Mjafton një banane në ditë dhe do t'i harroni këto probleme për gjithmonë. Bananet mund të konsiderohen si një frut i nënvlerësuar krahasuar kjo edhe me fruta të tjerë egzotik, të cilat janë kthyer në një trend kohët e fundit. Por përfitimet që do të merrni nga ky frut do të jenë të shumta për organizmin dhe do të mbajnë larg edhe problematikat e tij. Shtimi i bananeve të freskëta në dietën tuaj ditore do të jetë mundësia më e mirë ushqyese për të parandaluar komplikacionet dhe për të nxitur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Bananet janë mjaft të shijshme. Ato japin trupit tuaj të gjitha gjërat për të cilat ai i ka të nevojshme për aktivitetet tuaja ditore. Ndaj edhe konsumi i tyre në dietën tuaj mund të jetë gjithashtu gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit. Ato përmbajnë vlera të larta vitamina, fibra, ëmbëlsues natyror si sukroza dhe fruktoza. Por ja pse duhet të hani banane çdo ditë për të marrë përfitimet e tyre dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet në shëndetin tuaj. Shtimi i bananeve në dietën tuaj ditore do të jetë gjëja më e mirë për organizmin, dhe si të tilla, ato do të ndikojnë në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Gjëja më e mirë për bananet është se i gjeni në treg në çmime të favorshme, dhe kështu vlerat që do t'i ofrojnë shëndetit do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme për ushqyerjen tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Bananet janë një nga frutat më të konsumuara në botë. Dëgjoni me vëmendje përfitimet kryesore që do të merrni me shtimin e bananeve në dietën tuaj ditore. Bananet janë një frut shumë i mirë kundër problemeve të urthit, ndryshe njihet si djegja e stomakut. Ato kanë efekte natyrore antiacide të cilat mund të çlirojnë gjithashtu edhe komplikacionet në organizëm dhe të nxisin një shëndet më të mirë të trupit. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore mund të jetë gjëja më e mirë për shëndetin dhe për organizmin. Mjafton të hash të paktën një banane në ditë dhe do të keni një mirëqenie më të mirë të shëndetit dhe do të lehtësoni gjithashtu simptomat e djegjeve të stomakut dhe do të nxisni një organizëm më të fuqishëm dhe më të vlefshëm. Bananet janë të mira gjithashtu kundër problemeve të tensionit të gjakut. Bananet, një frut i pasur dhe i shëndetshëm për zemrën, është i pasur gjithashtu me potasium dhe ka pak sodium. Një kombinim ky i përsosur edhe për mbarvajtjen e një shëndeti tuaj dhe mbrojtjen kundër problemeve të goditjeve në trup. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të ofrojë një burim më të çmuar të energjisë ditore. Nëse hani 1 ose 2 banane përpara ushtrimeve, do të përfitoni mjaftueshëm energji në stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët glicemie, vitaminat, mineralet janë mbështetja më e madhe në trup, duke i dhënë atij forcën e duhur, ndërkohë që potasi do të ndihmojë gjithashtu edhe në energjinë më të madhe të trupit tuaj. Shtimi i bananeve të freskëta në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë për të marrë të gjitha mineralet e duhura dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tyre. Ndaj, mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja këtë frut të shëndetshëm dhe vlerat që do të merrni prej tyre do të jenë gjëja më e mirë për shëndetin. Bananet janë një frut shumë i mirë kundër problemeve të anemisë. Bananet janë një aleat shumë i fuqishëm potencial, sidomos për personat të cilët të vuajnë nga problemet e anemisë, duke nxitur kështu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke parandaluar komplikacionet e tij. Shtimi i bananeve në dietën tuaj mund të cilësohet si fruti i lumturisë. Bananet të shtojnë humorin. Ato mund të luftojnë depresionin, kjo për shkak edhe të niveleve të elementeve ushqyes, të cilët mund të kthehen në trup në serotonin. Serotonina cilësohet kështu si hormoni i lumturisë dhe mund të japë gjithashtu edhe ndikime pozitive në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i bananeve të freskëta në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për ju. Ata persona të cilët do vuajnë nga ulçra në stomak
E dini shumë mirë se shtimi i bananeve në dietën tuaj mund të ndihmojë gjithashtu në një rritje më të mirë të shëndetit dhe të lehtësojë kështu komplikacionet e tij. Bananet janë një përzgjedhje shumë e mirë për të qetësuar veten edhe në situata stresuese. Duhet të hash të paktën një banane kur je në humor të keq ose je tepër i stresuar. Kështu përfitimet e këtij fruti në dietën tuaj do të jenë përzgjedhja më e mirë ushqyese për organizmin në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Vitamina B që gjendet me shumicë tek banania qetëson sistemin nervor dhe gjithashtu përmirëson edhe organizmin tuaj. Ndaj edhe konsumi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë gjëja më e mirë për shëndetin. Konsumi i frutit të bananes mund t'i ofrojë organizmit një mbrojtje më të mirë kundër toksinave dhe reduktimin e inflamacioneve të tij. Bananet janë një frut që me ndihmën e saj mund të ofrojnë edhe një nxitje më të mirë të organizmit. Nëse shëndeti juaj i trurit është një ndikim i fortë në përditshmërinë tuaj, konsumi i ushqimeve të duhura mund të luajë një faktor të mirë për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Një ndër aleatët më të mirë për shëndetin tuaj të trurit cilësohen kështu edhe bananet. Kjo për shkak të elementeve të tyre ushqyes, përfitimet që do të merrni do të jenë gjithashtu edhe më të vlefshme në reduktimin e inflamacioneve. Fibrat që gjenden te bananet do të ndihmojnë në shëndetin e zorëve, gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të trurit. Ndërsa të gjithë e dimë se fibrat të ndihmojnë me tretjen, shumë njerëz nuk e kuptojnë se ajo gjithashtu është thelbësore për organizmin tuaj. Sipas ekspertëve, ato janë thelbësore për shëndetin tuaj të trurit, citon Pered Laura. Gjithashtu ajo shpjegoi se zora dhe truri juaj janë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe konsumi i këtij fruti në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një nga faktorët më të mirë ushqyes për shëndetin tuaj të zorëve që do të ndikojnë pozitivisht edhe në një mbrojtje më të mirë të kujtesës. Shtimi i bananeve në dietën tuaj ushqyese mund të ofrojnë vitaminën C, gjithashtu edhe elemente të karotenoideve, përbërësve këto që mund t'i japin atyre edhe ngjyrën e verdhë, zvogëlojnë gjithashtu edhe oksidimin ose edhe inflamacionet e shëndetit tuaj të trurit. Ekspertët thonë se shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore është gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit tuaj dhe të parandaloni kështu komplikacionet e tyre. Bananet ofrojnë vitaminën B6 dhe magnezin, dy elementë shumë të rëndësishëm për shëndetin e trurit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Bananet janë të pasura gjithashtu edhe me vitaminën B6, e cila mund të nxjisë krijimin e një shëndeti më të mirë të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj, konsumi i bananeve në vaktet tuaja ditore mund të jetë përzgjedhja më e çmuar për shëndetin tuaj, duke nxitur kështu edhe një përthithje më të mirë të elementeve për shëndetin e trurit. Bananet janë një nga frutat më të konsumuar në të gjithë botën, më shumë se portokalli dhe mollët të marra të dyja së bashku, të cilat mund të nxisin gjithashtu edhe një shëndet më të mirë për trupin dhe për trurin tuaj në tërësi. Bananet janë veçanërisht të pasura me element të mirë të kaliumit, vitaminave C, gjithashtu vitaminave B6. Ato janë të pasura edhe me element të mirë, të cilët sidomos mund të ndikojnë kundër komplikacioneve të caktuara. Por çfarë ndodh nëse hani të paktën një banane çdo ditë? Shtimi i bananeve në dietën tuaj ditore mund të luajë një rol të mirë fantastik, duke furnizuar trupin tuaj me elementet e duhur të kalciumit dhe të kaliumit, që i bën mirë shëndetit tuaj të zemrës dhe parandalon kështu komplikacionet e tyre. Sipas tyre, shtimi i bananeve në dietën tuaj ditore do të luajë një rol fantastik për shëndetin e trurit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum prej vlerave të tyre, shtimi i bananeve në vaktet tuaja do të jetë përzgjedhja më e mirë. Nivelet e larta të vitaminës C që gjenden te konsumi i bananeve në dietën tuaj mund të jetë gjëja më e mirë për shëndetin tuaj, duke furnizuar sistemin tuaj imunitar me elementë të rëndësishëm ushqyes dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e tyre. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.